Profesorët po vazhdojnë të kundërshtojnë propozim ligjin për arsim të lartë i publikuar nga Ministria e Arsimit. Nga viti 2024 shënohen mbi 1700 viktima të dhunës në familje, kërkohet reagim më i fortë institucional. Raportuesi për RMV në Parlamentin Evropian deklaroi se ndryshimet kushtetuese janë kushti pandryshueshëm për anëtarësinë e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Lëvizja vetëvendosje e çon në gjykatën kushtetuese vendimin e presidentes Osmani për shpërndarjen e kuventit. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Profesorët po vazhdojnë të kundërshtojnë propozim ligjin për arsim të lartë i publikuar nga Ministria e Arsimit. Dekani i Fakultetit të Arteve Dramatike Besfort Idrisi ka deklaruar se ky dokument ka pësuar ndryshime dhe nuk është i njëjtë me ligjin e hartuar nga profesorët. Ai theksoi se njëra ndër mangësitë është se nuk janë saktuar kriteret se kur një institucion i arsimit të lartë mund të mbyllet. Propozim ligji për arsim të lartë i publikuar nga Ministria e Arsimit, për të cilin së fundi po diskutohet ka pësuar ndryshime dhe nuk është i njëjti me ligjin e hartuar nga ana e profesorëve. Dekani i Fakultetit të Arteve Dramatike Besfort Idrisi në një prononcim për televizionin Shenja ka deklaruar se ligji është aq kompleks, saqë nëse i njëjti miratohet pa përmirësimet e nevojshme, universitetet do të mundohen të gjejnë mënyra për të shmangur implementimit. Edhe pse thot se nevoja për ligj të ri është imediate, Idrisi megjithatë thot se propozim ligji si i tillë nuk duhet të miratohet. Gjithë ata individ për cilët e di që kanë qenë të kyçur në këtë proces, të gjithë ata flasin që gjatë përpilimit të ligjit dhe ai ligj përfundimtar i cili është përpiluar nuk është i njëjti me këtë propozim ligj që është publikuar. Kështu që në ndërkohë dikund nëpër ato procedura derisa ka dalë ligji në publik, janë bërë një sër ndryshimesh. Idrisi foli edhe për hapësirën ligjore që e krijon ky propozim ligj për mbylljen dhe fuzionimin e fakulteteve. Ai thotë se nuk janë saktësuar kriteret se kur një institucion i arsimit të lartë mund të mbyllet. Në një farë mënyrë Ministria e Arsimit dhe Shkencës fut dorën direkt në funksionimin e arsimit të lartë dhe sigurisht me ndryshim të statutit të universiteteve, të fakulteteve, kështu me radhë, në rast se Ministria ka drejt ta bëjë këtë gjë, atëherë sigurisht që do mund të ketë drejt edhe të fuzionojë fakultete, edhe të mbyllë fakultete, kështu me radhë. Dhe mandej më poshtë në të njëjtin ne thuhet që mund të mbyllet një institucion i arsimit të lartë dhe tregon se si mund mbyllet, por nga ana tjetër nuk ka kriteret qarta dhe të sakta për atë se kur një institucion i tillë do mund të mbyllet. Sipas Idrisit, disa rregulla të vendosura si kritere në këtë propozim ligj, si ai i H-indeksit, duhet të mos vlejnë për të gjithë profesorët, sepse siç tha, profesorët e artit nuk kanë nevojë për një gjë të tillë, sepse nuk merren me shkencë. Tha se e gabuar si rregull në këtë propozim ligj është edhe heqja e provimit pranues, që ka qenë rregull në disa fakultete, bazuar në ligjin aktual. Në Shkup sot është mbajtur tryeza e rrumbullakët me temë sfidat në ofrimin e mbështetjes dhe mbrojtjes për viktimat e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Në këtë tryezë u theksua se dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave nuk është problem privat, por duhet të konsiderohet si sfidë shoqërore që kërkon në reagim të fuqishëm, profesional dhe institucional. Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave nuk është problem privat, por duhet të konsiderohet si sfidë shoqërore që kërkon reagim të fuqishëm, profesional dhe institucional. Ky ishte mesazhi që u dërgua nga tryeza e rrumbullakët me temë sfidat në ofrimin e mbështetjes dhe mbrojtjes për viktimat e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, të organizuar nga ministri i Brendshëm Panço Toshkovski. Shpresoj se do të arrim në konkluzione që do të zbatohen dhe që do të lejojnë që çdo rast specifik të trajtohet sa më shpejt dhe në mënyrë të drejtë të jetë mundur, duke siguruar njëkohësisht që viktimat të izolohet më njëherë nga abuzuesi.
Pyetja e parë do të jetë se si ta largojmë abuzuesin sa më shpejt e të mundur, veçanërisht fëmijët, në mënyrë që të mos kemi efekte anësore shtesë. Sipas statistikave botërore, çdo orë vriten nga 5 gra si pasojë e dhunës në familje. Zëvendës ministri i Drejtësisë Alen Derevan theksoi se në vendin ton nga 90% e denoncimeve viktima është grua. Çdo orë në botë më shumë se 5 gra vritën nga antar i familjes së tyre, pothuajse çdo e treta grua gjatë jetës së tyre ka qenë viktimë e dhunës fizike ose seksuale. Në vendin ton, statistika tregon se më shumë se 90% e paraqitjeve për dhunë në familje, viktima është gruaja. Këto nuk janë të dhëna statistikore, nuk bëhet fjalë për numra të thjeshtë, por bëhet fjalë për jetë, familje, tragjedi që kanë mundur të parandalohen. Prokurori Anita Topalova-Isajlovska deklaroi se mbi 1000 procedura i kanë trajtuar për lëndime trupore si pasojë e dhunës në familje. Nga viti 2024 deri sot janë evidentuar 1715 procedura për lëndime trupore të kryera gjatë dhunës në familje. Nga këto procedura 798 janë stopuar për shkak të tërheqjes së denoncimit nga viktima. Pikërisht për këtë ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor paraqesin një përparim të madh. Ato i mundsojnë prokurorit publik për ndjekjen penale ta bëjnë sipas detyrës zyrtare dhe të veprojë edhe në situata kur viktima nga frika dhe varësia tërhiqet nga përndjekja penale. Ndërsa gjykatësi Besnik Avdia tregoi shifrat e shqiptimit të masave për abuzuesit. Për vitin 2025 kemi 230 kërkesa, nga të cilat 208 janë nga qendra për punë sociale, 19 nga persona fizike dhe 3 kërkesa nga MPB. Gjithsej janë kryer 217 procedura, kurse në vitin 2026 kemi 35 propozime, prej të cilave 10 prej qendrës sociale dhe 15 nga persona fizik. Ndërkaq, kryetarja e Komitetit Helsingit në RMV Neda Zdraveva shprehi keqardhje që, siç tha, duhej të ndodhin raste si ajo në Karposh që të flisnin për këtë temë. Žalim što i danas kam moram da konstatiram. Më vjen keq që edhe sot më duhet të konstatoj se duhet të ketë një vdekje, që gjërat të lëvizin dhe të ndryshojnë. Shpresoj se vitin e ardhshëm deri në këtë kohë nuk do të flasim në rrethana të këtilla. Organet tona kompetente tregojnë se atëherë kur ka dëshirë vullnet për të zbatuar disa angazhime, të zbatohen politika të zaktuara, gjërave t'ju jepet prioritet madje edhe në situata kur kërkohen ndryshime të sistemit mund të realizohen. Safe City është shembulli i shkëlqyer. Zëvendës ministri i politikës sociale Gjoko Velkovski u shpreh se në vitin 2025 janë evidentuar 1754 viktima të reja. Prokuroria publike ka formuar lëndë për të parë nëse ka element të veprës penale në parregullsi që u gjetën në qendrën për punë sociale në lidhje me gruan e re që ra nga balkoni me vajzën e saj në lagjen Karposh të Shkupit. Siç u njoftua sot, lënda është hapur pas informacionit të publikuar në media për parregullsitë e gjetura gjatë një inspektimi në qendrën për punë sociale. Me rastin do të punoj Prokuroria Themelore Publike në Shkupe, cila, siç u tha, do të ndërmarrë veprime verifikuese për të hetuar nëse këto parregullsi plotësojnë elementet e një vepre penale që ndiqet penalisht sipas detyrës zyrtare. Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë Fatmir Limani njoftoi se së fundmi gjatë inspektimit është përcaktuar se punëtorët profesional nuk kanë pasur kontakt drejt për drejt me viktimën, pavarësisht faktit se më parë ishte saktuar takim. Policia ka arrestuar sot një person 55 vjeçar në Kiselavod në ndyshimin se kishte qelluar me armë drejt gruas së tij 48 vjeçare. Kishte kërcënuar 3 vajzat e tyre të moshës 26, 24 dhe 18 vjeç dhe kishte sulmuar vajzën 24 vjeçare. Sipas raportit, më 1 mars 2026, pas një grindjeje të mëparshme në shtëpi, ai kishte qelluar me armë ndërsa plumbi kishte përfunduar në dritare, pas së cilës kishte shkuar te vajzat 24 vjeçare dhe 18 vjeçare. I kishte kërcënuar ato dhe kishte sulmuar fizikisht vajzën 24 vjeç. Siç raportohet, ai e përsëriti sjelljen e dhunshme rreth orës 22:30 të datës 5 mars, gjatë së cilës ai përsëri e kishte kërcënuar gruan e tij me një armë, por u pengua ta përdorte atë nga vajzat e tij. BS po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihen akuza përkatëse, thon nga MPB.
Në shkollën e mesme Zeflush Marku shënua festa e 7 marsit dita e mësuesit. Programi përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit solli emocione dhe vlerësim për figurën e mësuesit, duke rikujtuar rëndësinë e arsimit dhe rolin e tyre në formimin e brezave të rinj. Në një atmosferë festive me interpretime në piano, fjalime dhe recitime të shumta nga nxënësit, në shkollën e mesme Zeflush Marku u shënua festa e 7 marsit, dita e mësuesit. Programi i përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit solli emocione dhe vlerësim për figurën e mësuesit, duke rikujtuar rëndësinë e arsimit dhe rolin e tyre në formimin e brezave të rinj. Me aktivitete artistike dhe mesazhe falënderimi, kjo ditë u kthye në një moment të veçantë për të gjithë komunitetin shkollor. Me një fjalim rasti para të pranishmëve u drejtua edhe drejtori i shkollës Arben Mehmeti, i cili theksoi rëndësinë e arsimit dhe përkushtimin e mësuesve në edukimin e nxënësve. Kur kemi shkronjat, kemi qelsin e dijes, me to mund të vendosim në letër fjalët, mendimet dhe gojdhanët tona. Mund të shkruajmë libra të vegjël, por edhe libra me mira faqe. Mandje mund të hartojmë enciklopedi të tëra. Shkronjat japin fuqin të ruajmë kujtesën, kulturën dhe identitetin tonë. Por libri me vlerë të vërtet është kur lexohet. Libri më i mirë është ai që hapet, që kuptohet dhe përcillet nga brezi në brez. Pikërisht përmes leximit dhe dijes përmbaron populli shqiptar. Arsimi është drita që ndriçon rrugën e së ardhmës sonë. E gjithë kjo nuk do të ishte mundur pa ata që na udhëzojnë. Ndërkaq, programi i përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit solli emocione dhe vlerësim për figurën e mësuesit, duke rikujtuar rëndësinë e arsimit dhe rolin e tyre në formimin e brezave të rinj. Na mësua të njohim rrënjët tona për të kuptuar të ardhmen. Historia nga ju nuk ishte vetëm dot, por mësim jete. Na mësuat të njohim botën përreth nesh dhe vendin tonë në të. Nga hartat mësuam orientimin, ndërsa nga ju mësuam të shohim edhe më lart. Na mësuat të dallojmë të drejtën nga e padrejta dhe të respektojmë ligjin. Drejtësia nga ju nuk ishte vetëm teori, por edhe vlerë morale. Ndërkaq, në kuadër të festës së 7 marsit, nxënësit kishin organizuar edhe një ekspozitë arti, ku përmes pikturave dhe punimeve të tyre shprehën kreativitetin dhe respektin ndaj mësuesve. Aktiviteti u përmbyll me ndarjen e dhuratave simbolike për mësimdhënësit, si shenjë mirënjohje për përkushtimin dhe punën e tyre në edukimin e brezave të rinj, duke e bërë festën e 7 marsit edhe më të veçantë për të gjithë komunitetin shkollor. Ndryshimet kushtetuese janë kushti pandryshueshëm për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Komisionin Evropian Thomas Vajc deklaroi se këto kritere dhe kushte nëse nuk përmbushen, nuk do të ketë përparim në rrugën drejt antarësimit. Eurodeputeti dhe raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas Vajc, është shprehur i prerë, duke thënë se ndryshimet kushtetuese janë një kushti pandryshueshëm për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE. Ndryshimet kushtetuese janë një kushti pandryshueshëm, nëse këto kritere dhe kushte nuk përmbushen, ai thotë se nuk do të ketë përparim në rrugën drejt antarësimit. Ndryshimet kushtetuese janë një kusht për fillimin e negociatave të vërteta të antarësimit. Ky është një kusht që lidhet me akuis evropiane, që është legjislacioni që çdo vend duhet të zbatojë dhe ta respektojë. Respekti për pakicat dhe komunitetet është një element themelor për çdo vend që dëshiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, kjo është një temë shumë e rëndësishme. Duke e folur për problemet e Maqedonisë së Veriut, eurodeputeti Vajc në një intervistë me gazetën bullgare BGNES theksoi se korrupsioni është një problem i përbashkët për shumë vende të BE-s dhe jo BE-s në shkallë të ndryshme. Vajc thekson se ai dëmton intereset e qytetarëve në të gjithë BE-n, por beson se të gjithë duhet të përpiqen për të luftuar korrupsionin në çdo mënyrë të mundshme. Njëri nga përfaqësuesit e Aleancës për Shqiptarët në qeverinë e vendit, ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, ka folur për zhvillimet e fundit politike në vend dhe mundësinë e shkrirjes së vlenit në një parti të vetme.
Ndarjen e fundit të tij me Arben Taravarin, Azir Aliu e ka quajtur si ndarje për t'u bashkuar. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili ka qenë njëri ndër protagonistët e fundit kryesorë të politikës shqiptare në mashininë e Veriut, ishte i ftuar i radhës në emisionin Debat në Shenja, me të cilin janë sjellluar një sër temash. Ajo se çfarë është aktuale, është pikërisht edhe ndarja me Arben Fetajin, të cilët të dy u larguan nga Aleanca për Shqiptarët për të mbetur në qeveri së bashku me koalicionin Vlen, por duke pretenduar se ata janë ASH. Ndarjet e fundit nga Fetaj, Aziri e qua ndarje për të bashkuar. Aliu tha se Vlen është bërë akademi politike për bashkim të partive dhe për krijimin e strukturave monolite. Pra edhe njerë, potencoj nuk është ndarje, është bashkim. Pse insistoj në fjalën bashkim, për shkak se edhe njerë them, unë jam inxhinier dhe flasim me fakte. Ju e dini që sot në strukturën e Aleancës për Shqiptarët në Vlen, leqe nuk largohen njerëzit nga Vleni, por bashkohen edhe antarë të Aleancës për Shqiptarët që përkohësisht ishin në struktura tjera. Aliu nuk u tregua as pak i përmbajtur edhe për ish kryetarin e tij, gjithsesi kryetarin e ASH-s Arben Taravari, duke komentuar deklaratët e Arben Taravarit të dhëna në emisionin Debat në Shenja se Azir Aliu i takon krahut të Adnan Azizit, ndërsa Fetaj krahut të Izet Meqitit dhe se betejë e tyre është që të fitojnë pozicionin e Vlen. Aliu tha se këto deklarata bëhen me qëllim krijimin e parçarjes në Vlen, duke shtuar se me këtë qasje Taravari do të mbetet e vetë dhe do të jetë nënkryetari i dytë i BDI-s. Ky narrativ edhe njerë për fat keq, për Taravari dhe për fat mirë për neve, bën që antarët e Aleancës për Shqiptarët që momentalisht janë në strukturën e Taravarit të vinë këndej. Për shkak se të çbësh dhe të shumëzosh me zero energjinë dhe forcën dhe vlerën që ta ka dhënë një antar dhe sot politikisht nuk jenë në linjë të njëjtë me kështu narrativi, nënkupton dhe tregon shumë për profilin e këtyre politikanëve të vjetër tani më, që do shkojnë në histori, politikanë të cilët sot janë me ty e nesër bajnë se nuk të njohin. Ministri tha se kur e dëgjon Taravarin e kthen fotografin para 20 viteve, atëherë kur si tha Ali Ahmeti fliste për bashkim ndërsa punonte për përçarje. Pa precizuar kur dhe si do të bëhet të Vleni një parti, Aliu tha se kjo pritet të ndodhë sa më shpejt, pasi si tha ekziston vullneti për një bashkim të tillë. Grupi i parë i shtetasve të Maqedonisë së Veriut të evakuar nga Izraeli ka mbritur në mënyrë të sigurt në shkup me avion qeveritar, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Qytetarët u larguan fillimisht me rrugë toksore drejt Egjiptit, ndërsa fluturimi drejt shkupit u organizua nga Ministria në koordinim me institucionet kompetente dhe përfaqësitë diplomatike konsullore. Transporti nga Tel Avivi në Sharm del Sheikh dhe fluturimi qeveritar u siguruan plotësisht nga Ministria. Në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, qytetarët evakuar u pritën nga zëvendës Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Zoran Dimitrovski. Nga Ministria e Jashtme shtuan se mbeten në komunikim të vazhdueshëm me shtetasit e Maqedonisë që ndodhen në rajonet e prekura dhe vazhdon aktivitetet për kthimin e tyre të sigurt dhe në kohë në vend. Pritet që në ditët në vijim të përmbyllet procesi i evakuimit dhe i personave të tjerë që kanë shprehur gatishmëri për t'u larguar. Shkëmbimet e sulmeve midis grupit libanez Hezbollah dhe Izraelit vazhdojnë me konfrontimin që përhapet gjithnjë më shumë në Liban, ndërsa tensionet rajonale rriten mes ofensivës së vazhdueshme Izrael-SBA ndaj Iranit dhe sulmeve hakmarrëse të Teheranit. Nga ana tjetër, presidenti i SBA-s Donald Trump ka inkurajuar kurdët e Irakut të nisin sulme kundër Iranit. Presidenti i SBA-s Donald Trump i inkurajoi forcat kurde iraniane në Irak të nisin sulme kundër Iranit, ndërsa konflikti në lindjen e mesme zgjerohet me Azerbejxhanin që paralajmëroi se do të hakmerrej nëse do të vihej në shënjestër nga raketat iraniane. Trump, duke folur për mundësinë e hyrjes së forcave kurde iraniane në Iran nga Iraku fqinj, tha për Reuters së njëjtën:
Mendoj se është e mrekullueshme që ata duan ta bëjnë këtë. Unë do t'isha plotësisht dakord. Trump, duke folur me Reuters në një intervistë telefonike, tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë një rol në vendimin se kush do të jetë udhëheqësi i ardhshëm i Iranit pasi sulmet ajrore. Vran udhëheqësin suprem Ayatullah Ali Khamenei javën e kaluar. Do të na duhet ta zgjedhim atë person së bashku me Iranin, tha ai. Ndërkohë Izraeli ka kryer valë të sulmeve në shkallë të gjerë gjatë natës në Teheran, ashtu si edhe Beirut me cak zonat e Hezbollahut. Forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë thënë se kanë shënjestruar qendrat e komandës dhe ndërtesat shumëkatëshe në kryeqytetin libanes, si dhe një objekt ku ruheshin dron. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian tha se janë duke u zhvilluar përpjekje ndërmjetësimi lidhur me luftën në lindjen e mesme. Ai shtoi se disa vende kanë nisur ndërmjetësimin pa i përmendur ato me emra. Ta bëjmë të qartë, ne jemi të përkushtuar për paqe të qëndrueshme në rajon, por nuk hezitojmë të mbrojmë dinjitetin dhe sovranitetin e vendit ton, shkroi presidenti në rrjetin X. Ndërkaq kryeministri i Libanit Nawaf Salam i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë vendin e tij mes luftës së vazhdueshme mes Izraelit dhe Hezbollahut. Ai paralajmëroi se Libani mund të përballet me një katastrofë humanitare për shkak të numrit të madh të njerëzve që janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Izraeli dhe SBA kanë vazhduar ofenzivë në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga e shtuna, ndërsa Irani është hakmarr me sulme me dron dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin, si dhe vendet e gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Në Prekaz janë bërë homazhe me rastin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Fshatin simbol të rezistencës e kanë vizituar qytetarë, ish luftëtar, politikan e krerë institucioneve. Në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, janë bërë homazhe me rastin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s, ku qytetar, ish luftar dhe nxënës nga vendet të ndryshme të Kosovës kanë bërë thirrje për unitet dhe respekt ndaj sakrificës së dëshmorëve. Në Prekaz, sot kanë bërë homazhe edhe liderët politike dhe institucional. Erdhëm këtu në Prekaz, në këtë kryeqendër të kryengritjes shqiptare, që të bëjmë homazhe, të vendosim lule të freskëta dhe t'ja kujtojmë e përkujtojmë vetes son çmimin e lartë që është paguar për shtetin e pavarur dhe sovran, për çlirimin e Kosovës, për lirinë e popullit dhe të qytetarëve. Ndërsa presidentja Vjosa Osmani ka thënë se Prekazi simbolizon sakrificën për lirinë dhe përkujtimin se liria është amanet që duhet të ruhet në çdo moment. Dhe shpresoj se që çdo herë që dikush mund të ketë ndonjë dyshim se cila duhet të jetë rruga përpara, të mendoj sakrificën e pikërisht atyre fëmijëve. Fëmijëve të familjes Jashari dhe fëmijëve anëkënd Kosovës, të cilët u sakrifikuan në mënyrë që ne sot të jetojmë të lirë. Prekazi gjithnjë na përkujton se liria është amanet. Dhe këtë amanet duhet ta ruajmë me çdo kusht, në çdo moment, dhe pikërisht kjo na frymëzon në rrugën që e kemi përpara. Në Prekaz qëndroi edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës e Bedri Hamza, i cili theksoi se e ka nderuar komandantin legjendar Adem Jashari, Hamzën, Basen Shaban dhe të gjithë të rënët e familjes heroike Jashari. Në odën e Jasharve ka qëndruar edhe kreu i VDI-s Ali Ahmeti. Se liria fitohet me gjak. Ajo nuk falet, por fitohet. Këtu dëshmua që e tërë një familje rri krah për krah me burrat, me vëllezërit dhe digjen në flak që nga jo flak të lind liria, pavarësia e drejtësia. Ahmeti ka deklaruar se familja Jashari mbetet shembull që duhet të ndjekur, frymëzim për të sakrifikuar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, nxori dekret për shpërndarje të kuvendit, pasi ky institucion dështoi ta zgjidhte presidentin e ri deri më 5 mars.
Lëvizja vetëvendosje njoftoi se vendimin e presidentes do ta çojë në gjykatën kushtetuese. Kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi menjëherë nga gjykata kushtetuese që të pezullohen afatet kushtetuese në mënyrë që presidenti të zgjedhet brenda 60 ditësh. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani paralajmëroi se datën e zgjedhjeve të reja do ta shpall pas konsultimeve me krerë të partive politike, ku nuk ka pranuar të marrë pjesë kryeministri Albin Kurti. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka thënë se pas takimit me presidenten Osmani, partia e tij ka qenë konstruktive që Kosova të ketë president të ri, ndërsa tha se përgjegjësia kryesore natyrisht se është mbi partinë fituese. Ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se partia e tij është e gatshme për zgjedhje të parakohshme. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.